dhe ishin gatshëm për të angazhuar në betejat përfundimtare të ÇK-s për liri. Dhe bëty që kur e morët vesh për herë të parë, nëse i rikthehemi 26 vjet më herët që gjithçka është gati të përfundoj, Serbia është gati të kapitulloj edhe me një marrëveshje, edhe NATO po futet brenda. Për arsye se flitet që ka patur kontakte direkte. Tani, dhe jo vetëm flitet, por është konfirmuar edhe me pjesëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që kanë komunikuar me bazën e fuqishme në Bruxelles. Unë kisha kontakte drejt për drejta me drejtuesit e ÇK-s shtabet përgjithshëm në Tiranë, që ishin atë kohë një pjesë e tyre, dhe me qeverinë e përkohshme të Kosovës në Tiranë dhe në fshatin e ri, edhe në Divjak, dhe kisha informatat e dorës parë se vetëm prite momenti kur Serbia do të kapitullonte, do të pranonte kapitullimin. Dhe me 9 qershor, në Kumalo dihet që është nënshkruar kapitullimi midis i Serbisë bashkë me marrëveshjen që ka nënshkruar generali Jackson në emër të forcat të NATO-s. Kjo ishte një datë shumë e rëndësishme, sepse Serbia bënte përpjekje që të gjente hapësira, që të mos të largonte të gjitha forcat nga Kosova dhe asaj afati i fundit deri me 20 qershor maksimum, që ushtari i fundit dhe polici i fundit të largohet nga Kosova. Në atë kohë isha në Tiranë me detyrë në televizion shqiptar dhe ishte një konferencë për media e ministrit atëhershëm të informatave zotit Bajram Kusumi në qendrën e Djallit në Tiranë, dhe ishin aty gjitha mediat ndërkombëtare, ishte një konferencë që paraqiste gjendjen reale në Kosovë, dhe masakra që bënte ushtria dhe policia serbe si shenjë hakmarrje ndaj intervenimit të NATO-s dhe luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe shihnim një sinjal, një dritë të bardhë, një dritë në tunelin e gjatë, por ishim optimist se liria do të vijë dhe erdhi ashtu si ndodhi. Me 9 qershor është nënshkruar marrëveshja dhe me 12 qershor një pjesë e kforit me 11 qershor ka hyrë edhe në Prishtinë një pjesë në Kaçanik me 12, edhe OÇK-ja ka hyrë me 11 qershor në Prishtinë, në stacionun në lagjen atje në periferit Prishtinës, ku ka pas shtabin në zona operative Llapin në krye me komandant Remin. Po, absolutisht i kujtojmë gjitha ato momente dhe po i sjellim edhe me pamje. Natyrisht edhe kemi të shkoqitura një sër materiale të cilat do të përpiqemi të inkorporojmë në kuadër të kësaj bisede me shumë vlerë, pa zhurmë dhe me shumë kujtime që besoj që janë të mirë se ardhura, sidomos për gjeneratat e reja. Nëse gazetari e kujton atë moment dhe i kujton ato raportimet asaj periudhe kohori, thatë se luftimet po vazhdonin edhe më tutje, por si kishte ndikuar tek bashkëluftarët tuaj fakti që ju e kishit aleancën për krah, edhe ata ishin futur veç më në Prishtinë, në për zona tjera, në Feriza, fillimisht nga pjesa e kufirit të Bllacës me Maqedoninë, më pastaj po bëshin gati nga prizreni pamjet të cilat i ndoqëm në transmetim të drejtë për drejtë, zoti Berisha. Tashi ka qenë një periudhë kur NATO-ja po vëzhgon të kufirin dhe mundësit ndërhyrjes me kamsëri. Edhe ky opsion ka qenë hyrja me kamsëri. Dhe janë shqyrtu 2 drejtime të mundshme, për shkak të sigurisë që kanë pas nga vend bazimi dhe vendi i nisjes, pika grumbullimit forcave, që është Shqipëria. Drejtimi nga Prizreni, që ata anej thojnë Morin e Knej Vërmic, ose nga Qaf Morina, apo pjesa Trëpujës, ka gjakoha. Edhe në këtë vëzhgim tyre kanë ardhur deri në reportin ushtarak kur ne po bënim stërvitje dhe përgatitjet për luftë. Dhe mbajnë mend atë ditë ka qenë agimi prezent, dikur ka ardhur Rustemi, unë kam qenë, si duket ka qenë shumë herë dhe unë veç kam qenë me trupa dikun të i përgatit për stërvitjet fundit, edhe bisedojnë edhe i thonë kështu. Bisedojnë për informacionet, rreth forcave serbe që kem na, mundësia e depërtimit në kamsëri për terenin, koordinimin, me qenë se na ishim një njësi serioze, dhe trupa serioze të përgatitura në gjitha gjinit edhe kishin informacion për përgatitin tonë, kishin bani survejem. Agim Ramadani tekstualisht e thotë kështu dhe kurse arre kur ngrit gishtin. Na mbështesni nga ajri për kamsëri jem na. Edhe kështu e kishte thënë? Bash tekstualisht kështu ka thonë Agim Ramadani, generalit NATO-s që ka qenë me i shoqëruar me. Dhe pas taja ka sill një dhuratë që se kem hap aty për aty. Edhe
Kështu ka ndodhë.